Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë që do flitet shumë mbi ekonominë, ndryshime të mëdha dhe jo vetëm. Dashuria kalon në provë, në filtra shumë të vështirë, sepse nga njëra anë kemi një afërdit që është zemërgjër, është dashuria, është dhe ekonomia, por kur futet ekonomia dhe dashuria bashk, ka i problem. Zhvendosja e afërditës në shenjën e virgjëreshës na jep mundësinë, na jep kohën dhe vendimin që neve marrim në një farë mënyre për çështjet madhore apo diçka tjetër. Gjithashtu ka të bëjnë lidhje me anën dhe pozicionin e planeteve, sepse ndërhyjnë dhe bëjnë shumë gjëra në një kohë dhe kërkohet kujdes në ato që duan të nisin diçka në fushën e punës, në lidhje me bankat, në lidhje me çështjet që kanë dalë mbi sipërfaqe dhe duan të mbyllen tani e tutje se s'ban, sepse mund kemi probleme më vonë. Kemi një anë tjetër pozitive të pozicionimit të planeteve, sepse ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë dhe nuk arrit ajo që neve kërkojmë, por gjithsesi e përgjithshmja kërkon vendosmëri. Ka një ndikim tjetër sepse në këtë kohë të datës 9 që lidhet kjo ditë, që do thotë dita e enjte e kësaj date, ku do të keni mundësinë edhe periudhën që do të diktojnë gjërat në një farë mënyre në kohën e duhur dhe në aspektin profesional, personal, ekonomik. Para se të fillojmë me parashtrimin e dyshimeve zodiakale dhe hyrjen e afërditës se çfarë është afërdita në virgjeresh, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën edhe me gjërat të tjera që do të keni. Dhe kjo ju bën që të jeni sa më të qartë, sa më të kuptueshëm për gjithçka juve dëshironi. Dhe duke u futur tek astrologo.al, jo vetëm se juve mund të shkoni tek sekretaria për të marrë parashkrim të detajuar, dhe kjo mund të shikoni edhe në detaje se si funksionon që neve flasim në WhatsApp apo në Viber, por do të dërgoni një email. Duke dërguar emailin tuaj dhe numrin për katës, pastaj neve flasim në detaje. Kurse për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe dëshironi që të dërgoni një mesazh mbi çështjen që vë keni, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani më nën korrik duke sa afërdita zhvendoset në shenjën e virgjëreshës dhe ndryshon ndjeshëm mënyrën se si do të përjetohet dashuria, marrëdhëniet, bukuria, parat, vlerat personale, profesionale. Virgjëresha sjell atmosferë krejt tjetër, më të qetë, më të matur dhe më analitike. Afërdita është planeti i dashurisë, i tërheqjes, i harmonisë, i marrëdhënieve dhe i paras. Duket se kur zhvendoset në virgjëresh, ajo sillet në mënyrë të zhurshme, të tepruar. Ajo bëhet më kujdesshme, më vëzhguese në anët që të kërkohen, sepse kërkon maturi dhe ndryshimin e madh që vjen. Kjo është një ndikim shumë i madh, sepse kjo çështje e afërditës në virgjëresh na ndihmon në një anë, por nëse nuk jemi të kujdesshëm, na prish shumë ekuilibra. Afërdita që pyet ka para se të fillojnë diçka në jetën në përditshmëri në dashuri, thotë: a më respekton në përditshmëri, a më ndihmon kur kam nevojë, a kujdeset për detajet, a është i e pranishëm në jetën time reale, jo vetëm në momente romantike, a ka pastërti në fjalë, në qëllime, në sjellje dhe në marrëdhënie. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse afërdita në virgjëresh nuk kënaqet lehtë me premtime të mëdha. Ajo do prova, do qartësi, do korrektësi, do respekt, do sjellje të pastër, do dashuri që shihet në vepra, jo vetëm në emocione. Yes. Në astrologjinë tradicionale, afërdita në virgjëresh konsiderohet në një pozicion më të vështirë, sepse energjia e saj natyrale është ëmbëlsia, është kënaqësia, është ekonomia dhe startimi. Por gjithsesi, ndikimet dhe favorizimet janë ndryshe dhe nuk janë ato që neve presim. Ky tranzit nuk favorizon marrëdhënie të ndërtuara mbi fjalë të mëdha dhe boshllokje në veprime. Nuk favorizon historitë ku një person thot shumë, por nuk tregon kujdes
dhe asgjë. Nuk favorizon zhurmat dhe debatet në çështje sentimentale, premtimet e paqarta, dramën e panevojshme, ose marrëdhëniet që mungojnë në respekt të përditshmëri. Përkundazi, afërdita në vërgjeresh ndihmon marrëdhëniet që kanë bazë të shëndetshme, kur ka besim, kujdes, ndihmë reciproke. Në dashuri kjo periudhë sjell një filtr të fortë seleksionimi. Njerëzit fillojnë të shohin më shumë detaje. Fjalët nuk mjaftojnë. Romantizmi nuk mjafton. Pamjet nuk mjaftojnë. Tërheqja nuk mjafton. Pyetja bëhet: a është ky person i qëndrueshëm? A është korrekt? A më respekton? A më bën jetën më të qetë apo më të lodhshme? A më ndihmon në të jem mirë apo më sjell ankth? Dhe shumë gjëra të tjera që kërkon cilësi pra. Në çiftet ky tranzit mund të jetë shumë i dobishëm nëse përdoret për të rregulluar marrëdhënien. Kur e them gjithmonë që këndet që bëjmë planetet, kur është afërdita me Plutonin dhe gjërat të rregulluara që thonë juve si ka mundësi Jorgo që dalin këto gjërat. Po dalin sepse është pikërisht kjo që unë them. Një person që ndihmon dhe kur jeni të lodhur nga fjalët boshe, del diçka e rëndësishme që juve ju jep mundësinë, ju jep kohën dhe ju jep momentin e duhur për gjërat që kërkohen. Mirë po, disa gjëra janë në anën tuaj dhe duhet të shikoni dhe të jeni në anën tjetër të dashurisë dhe të respektit. Gjithashtu ka të bëjë sinqeriteti. Perfeksioni, ndikimi, mënyra nuk ka perfeksion, perfeksioni nuk ekziston. Gjërat perfekte. Në marrëdhënie duhet të pasur kujdes me kritikën, sepse afërdita në vërgjeresh, kur nuk përdoret mirë, mund të bëhet shumë vëzhguese ndaj gabimeve. Mund të shohë çfarë mungon më shumë dhe çfarë nuk funksionon. Kjo do të thotë ndikim. Në financat, afërdita në vërgjeresh është shumë e vlefshme, sepse sjell nevojë për rregull, kontroll, llogari, kursim, planifikim, menaxhim dhe gjëra të zgjuara të burimeve ekonomike. Kjo nuk është një periudhë për luks të tepruar, shpenzimet impulsive, blerjet të pamatura mirë. Afërdita në vërgjeresh kuptohet sepse ka të bëjë shumë me anën ekonomike, ka të bëjë shumë me ndryshime, ka të bëjë shumë me ndikime të mëdha. Por me qenë se afërdita nga njëra anë po të kuptojmë afërdita në ndikim të madh, pse përballë afërditës është shenja e peshqeve. Dhe kjo do të thotë që peshqet që ndikojnë përballë në afërditës ndodhet në sektorin e marrëdhënieve të tyre, krijon një ndikim shumë të madh. Kjo do të thotë se dashuria, partneritetet, martesa, bashkime dhe njerëzit përballë bëhen tema të rëndësishme. Peshqet mund të përballen me kërkesa të praktika të mëdha, kurse në anën tjetër, peshqet edhe diçi të parë, sepse marrin ndikimin dhe gjërat e tjera që mund të diktojnë dhe ndikojnë, por gjithsesi kanë mundësi përfitojnë shumë shenjat e tokës, siç është Demi dhe Briçapi, që kanë harmoni, kanë dhe mundësi në lidhje me takimet dhe bisedimet, ndryshimet të mëdha që vinë drejt juve. Afërdita në vërgjeresh në datës 9 korrik, një periudhë ku marrëdhëniet do të kalojnë përmes filtrit të cilësisë, ajo është e pastër, sinqertë dhe kujdesshme që mund të forcohet. Ajo që bazohet vetëm në fjalë, pamje ose premtime, mund të duket më dobët. Kjo nuk është energji për dashuri të verbër, është energji për dashuri të zgjuar, jo për zemër të ftohtë, por një zemër që di të dallojë mes të keqes dhe së mirës, mes gënjeshtës dhe të vërtetës, jo për perfeksion, për përmirësim, jo për kritik, por për kujdes, jo për iluzion, por për dashuri që qëndron dhe në jetën reale. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me 12 shenjat zodiakale dhe e fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit dhe të ndryshimit që do thotë shenja e Dashit. Për të lindur të shenjës së Dashit, hyrja e afërditës në vërgjeresh duket se nuk është një tranzit që sjell domosdoshmërisht dashuri me zhurmë, romans dramatike ose emocione. Për Dashin, hyrja prek sektorin e jashtë astrologjik, punën, përditshmërinë, rutinën, shëndetin, detyrimet, kolegët, mënyrën se si organizohen dita. Ajo çka do thotë tek shenja e Dashit është shenjë zjarri, shenjë impulsive, guximi, e fillimit të veprimit të shpejtë dhe e dëshirës për të ecur përpara pa shumë vonesa. Kur Dashi do diçka, zakonisht e tregon me mënyrën e drejtë së drejtë. Ai nuk ka durim për shumë analiza, për vonesa të gjata ose për detajet e tepërta. Por afërdita në vërgjeresh sjell një energji krejt tjetër. Ajo kërkon kujdes, rregull, maturi,
përmirësim, detaje, korrektësi dhe dëshëri që tregohet më e ngadalt në gjëra të mëdha, ose se si funksionojnë gjërat në anën tjetër. Megjithse duke pasur parasysh ndikimin e afërditës, planeti i dashurisë, marrëdhënieve dhe i ndryshimeve, jep mundësi dhe prani në atë çka ndodh dhe nga atë çka është. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mijë arsye, sepse dashi ka kohën, ka momentin, ka mundësinë të zgjidhë problemet. Dashi i 10 diçit të parë është mjaft indikuar dhe është shumë praktik. Dashi i 10 diçit të tretë shpesh ka energji të fortë dhe ka ribashkime që janë mënyrat, janë mundësit, kohën dhe vazhdimsi. Por kjo është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese për gjërat që ndodhin, për gjërat që kanë të bëjnë në këto fusha. Megjithëse duhet pasur shumë kujdes në disa çështje shumë të rëndësishme dhe periudhe ku gjërat ndodhin, ku gjërat arrihen fal zgjuarësisë, maturisë dhe kohës së duhur mbi atë çka bën, mbi atë çka është, sepse kjo periudhë nuk është periudha më ndikuese ose më rrezatuese në këtë aspekt. Gjithashtu, të 30 diqët duket se në ndarjet, në bashkime, në gjërat të kësaj natyre është momenti më i mirë dhe më i arti i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet simbolizon mënyrën dhe mundësinë më të madhe të qenë ndonjëherë në anën e pozicionit të planeteve dhe të kohës së duhur, që do të thotë shenja e Demit. Të lindjes së shenjës së Demit, hyrja e Afërditës në Virgjesh, në ndikimin në këtë ditë kaq të rëndësishëm për sa i përket mënyrës dhe mundësisë që kanë të bëjnë tani tutje, Afërdita futet në Virgjesh në një shenjë toke, ashtu si Demi, ku krijon një harmoni në lidhje mjaft pozitive, prek shumë sektorin e punës, prek shumë ndikime të mëdha në anën e dashurisë, disa ndarje që keni pasur juve të shenjës së Demit, duket se bashkoheni, duket se është momenti, është mundësia dhe koha më e mirë e mundshme për stabilizuar gjërat që dëshironi. Prandaj nuk i pëlqen gjërat e rrema, nuk pëlqen bisedimet që bëhen paskrave. Afërdita në Virgjesh ndihmon shumë Demin të shohë dashurinë e vërtetë dhe maturinë. Në lidhje me paran, me bankat, lidhje me disa çështje të mëdha që do të keni, është mjaft ndikuese, rrezatuese për ato çka juve kërkoni dhe prisni që ti realizoni, është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket kohës së diturisë dhe vazhdimësisë. Çështjet që kanë bënë me anën e pozicionimit të planeteve në lidhje me disa tranzite, disa gjëra që kanë pasur më përpara probleme, tani duket se ka ardhur respekti, periudha kur ndodhin fenomenet edhe periudha kur ndodhin gjëra të rëndësishme në fushën e karrierës. Dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshimet të mëdha që do vinë. Nëse ka pasur një histori ku Demi është ndjer i pavlerësuar, i lënë pas dore në fushën e punës, në fushën e karrierës, në firma të ndryshme dhe hapet përsëri një derë ku Afërdita në Virgjesh do të thotë kthehu sepse ke ndjenjë, kthehu sepse të takon vendi ku ke qenë. Dhe ajo thot, shiko cilësinë e sjelljes. Nëse dikush kërkon përsëri, duhet të tregoj kujdes, sepse nuk mund të pranohet tek Demi për gjërat që kanë ndodhur. Ndikimet të tjera që kanë pasur ose një çështje mjaft ndikuese, Demi 10 diçit parë, që do thotë ndikimi i Afërditës që mund të ketë shumë dëshirë dhe dashuri, butësi në lidhje me punën, por do të ketë kujdes në planet afatgjat që ka të bëjnë me punën. Kurse në çështjet të 10 diçit të dytë, 10 diçit të dytë duket se ka të bëjnë shumë në ekonomi dhe disa vlera shumë të rëndësishme nga një blerje që do të bëjnë, e kanë mundësinë tani bërë blerjen, dhe kjo është një blerje e domosdoshme për sa përket familjes, shtëpisë dhe gjërat do të ndryshojnë nga një qytet tjetër, nga një shtet tjetër. 10 diçi i tretë duket se ka të bëjnë me ndarje që keni pasur juve dhe këto kanë bashkim. Një punë e re është në prag për të zgjidhur. Një çështje e rëndësishme ekonomike financiare është në prag për të arritur qëllimit. Mundësitë të reja, kohën, ndryshimin, detyrimet dhe mundësitë arta që vijnë drejt jush, ku është një nga mundësitë më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë mbi gjërat që taktin që keni, mundësi që ju jepet, periudha që ndodhin fenomena shumë të çuditshme për anën e financës dhe të biznesit tuaj. Çështjet që kanë bënë shpenzimet, argëtimet, artin, puna, karriera, ndryshimi i madh që keni tani atutje, është për juve dhe ju takon juve. Vazhdimësia, të Demi të 10 diçit parë, do thosha unë kanë atë
momentin dhe mundësin, kanë kohën edhe rastin më të mirë të mundshëm që mund keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese, rrezatuese dhe një shenjë ajri që janë binjakët. Binjakët e lindurit në këtë shenjë që kanë ndikim shumë të madh me afërditën në shenjën e virgjëreshës, duket se vepron kryesisht në lidhje me anën ekonomike financiare, për juve që keni biznese për shembull, ju ndihmon jashtëmase dhe është një kohë shumë e mirë. Dhe ky tranzit sjell nevojën për shumë çështje që lidhen me punën, lidhet me blerjet, lidhet me ndryshime vendbanimi, juve që jeni së binjakëve. Dhe binjakët e kanë një mundësi të tillë, binjakët e kanë një ndikim shumë të mirë sepse sado që të lodhen, sado që t'i arrijnë qëllimit, ata ndinë që në fillim pa u filluar gjërat që kur realizohen. Por gjithatë, për ata që punojnë nga shtëpia për shembull, kanë mundësinë, për ata që kanë prona, për ata që kanë lidhje me ushqimin dhe gjërat, financat, afërdita në virgjesh mund të sjellë shpenzime dhe shumë gjëra të tjera, por në njëra anë mund të kenë ndikimin dhe favorizimin më të mirë të mundshëm për gjërat që bëhen. Ja arrin qëllimin të tyre sepse kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme për sa i përket anës së pozicionimit të planeteve. Por ky është një nga tranzitet më të mira të mundshme që ndonjëherë. 10 ditë që parë ka të bëjnë shumë me udhëtime, ka të bëjnë shumë me para, ka të bëjnë shumë me çështjet ligjore kur do t'i zgjidhin. More, si sa parat pa marrë juve nuk e diskutoj që do i merrni, i çështje ligjore fitoni, kurse 10 ditë që i dytë do të thotë që kanë nevojë më shumë për çështje strukture në shtëpi, në ndryshime, në takime, sepse afërdita në virgjesh ju jep mundësi që të ndërtoni dhe të rregulloni gjëra të mëdha në ekonomi, mbi stabilizimet e juaja që keni, sepse ka bëjnë dashurie, ka bëjnë mundësia dhe ana pozitive e planeteve që do t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me të 30 ditëshët janë mjaft ndikuese sepse lidhen edhe me anën e financave, lidhen edhe me ndryshimin dhe mundësinë e ardhë që vjen. Ndikimet që kanë bënë. Ajo që do të keni kujdes të shenjës së binjakëve është motoja qetësia nuk është humbje lirie, është bazë që u ndihmon të lëvizni mirë. Sa më e pastër të jetë jeta private, aq më lirë bëhet mendja juaj. Ka diçka që është mjaft ndikuese ose rrezatuese për ta që kërkoni dhe bën, nuk diskutoj unë te. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft pozitive, që do thot shenja e gaforeve. Të lindur të kësaj shenje duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë sepse në karakterin e përditshëm lëvizje të shkurtra, dokumente, marrëveshje, vëllezër, motra, kushoni, fqinjët, çështje toke, çështje pronash. Është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur këto gjëra. Gaforja është shenjë uji, shenjë e ndjeshme sepse lidhet me familjen, lidhet dhe me kultura të tjera që ndikojnë jashtëmase për zgjidhjen e problematikave që kanë pasur ose disa gjëra tjera ku pak a shumë e keni mundësinë, ku pak a shumë lidhni disa gjëra mes asaj që është e bërshme, mes asaj që është e realizueshme për çështjet madhore dhe ato ekonomike. Çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ndryshime dhe vendime të mëdha që vijnë. Koha dhe pastërtia juaj që është një moment mjaft i mirë dhe keni tolerancën, keni mundësinë edhe vendime që mund të merrni dhe koha e duhur. Por unë ju them që është një nga periudhat më të mira të mundshme, është një moment mjaft i mirë tani e tutje sepse afërdita në virgjëresh mund të bëjë që njeriu të vërej në shumë detaje dhe juve e keni këtë. Për gaforet janë vetëm afërdita në virgjëresh mund të sjellë njohje të reja përmes komunikimit, mesazheve, rrjeteve socialeve, rrjeteve të gjërave të mëdha që kanë bëjnë dhe mundësi të ardhit do të keni. Është shumë ndikuese, shumë tërheqëse për gjëra të mëdha që kanë. Por për sa përket ribashkimeve, punës, karrierës, ndryshimeve, mundësive është aja dhe zhëja për juve të kësaj shenje dhe shansi më i madh për juve të shenjës gaforës që ky tranzit, kjo zhvendosje në këtë shenjë do të jetë i diçka shumë e madhe për juve, sepse lidhet me paran, lidhet me punën tuaj aktuale, lidhet me kaq shumë gjëra se edhe juve do çuditeni. Gaforja dhe diçit parë duket se është një ndikim shumë i mirë dhe tërë pozitiv mbi arsyet dhe punën, karrierën, ndryshimet e mëdha që vijnë. Por në anën tjetër ka të bëjë shumë sepse fjala e duhur mund të hapë zemrën e duhur. Mos u mbyllni, flisni me qetësi sepse tani komunikimi mund të bëhet urshërimi. Dhe diçi dytë
kanë bënë shumë me punën, kanë bënë shumë me forcën dhe paran. Dhjedici i dytë do ketë udhëtime të rëndësishme. Dhjedici i dytë është mjaft ndikues. Dhe ajo që unë ju them, mesazhi që përcjell për dhjedicin e dytë është mos i lini ndjenjën pa fjalë. Kur shprehni atë që keni brenda me qartësi dhe butësi, njerëzit mund të kuptojnë më mirë në marrëdhëniet që mund të bëhen më të lehta ekonomike, punë, edhe shumë gjëra të tjera, keni ndikimin më të madh. Kurse gaforet e dhjedicit të tretë ka të bëjnë shumë për ekonominë, për stabilizimin, ndarjet që keni pasur juve, është momenti tani për të bashkuar. Dhe kjo juve gjithmonë, gaforja asnjëherë nuk shpreh dashurinë për interes, asnjëherë nuk e lë punën pas dore në bazë interesit ose gjërat e punës, ja kanë borxh gaforeve, nuk kanë borxh vetë gaforet. Dhe ky është një tranzit fantastik se do ndihmojnë shumë në gjëra të mëdha. Dhe gjithashtu, për dhjedicin e tretë do të thotë që jo çdo ndjenjë duhet mbetur e fshehur. Disa ndjenja shërohen kur thuhen me qetësi, kur thuhen avash. Kjo periudhë ju ndihmon të jeni gjuhën dhe zemrën e përbashkët, pa humbur maturinë dhe pa e tepruar në emocione. Dashuria e munguar që ka të bëjnë për shenjën së gaforet kanë më shumë me shenjat e zjarrit, një pikë reference, që do të thotë edhe me shenjat e tokës, me bricap dhe me luan, është një diçka shumë pozitive dhe tepër pozitive në anën tjetër. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet stabilizimi, gjërat, çështet edhe punës së karrierës kanë të bëjnë shumë me punën aktuale, por edhe me diçka tjetër që mund të lidhet tani e tutje, ku është një kohë që është përcaktuese dhe rrezatuese në gjëra të mëdha, që janë luanët. Për të lidhur të shenjës së luanit, futja e afërditës në Viljesh më 9 korrik të 2026 sjell një ndryshim shumë të rëndësishëm mbi punën dhe vlerat e parave të juaja. Juve që jeni jashtë, që keni ndërmend për të bërë një blerje, mund ta bëni tani sepse është koha, është momenti, është periudha më e mirë e mundshme për të bërë zgjedhjen e duhur. Në nivel psikologjik, ky tranzit prek temat të shumë të thella për luanët. Nevojën të qenë lider, nevojën të qenë të dashuruar, të respektuar dhe jo vetëm. Luani në dhjedicin e parë, për të, do të thotë, sepse futja e afërditës në Viljesh në 9 korrik ndihet me njëherë në sektorin e parave, me vlerat që ka, mi dashuri luhet shikohet dhjedicet e ndikimit të madh, sepse dhjedici i parë është një moment, është një kohë që vërtet stabilizon, vërtet ka mënyrë dhe ndikimin e madh dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Por megjithatë, është një nga momentet më të arta që mund keni për arsyen tuaj dhe për ndryshimin që vjen. Po gjithsesi, kjo është një periudhë që do të diktoj, do të ndryshoj disa tema të rëndësishme për juve të këtij dhjedici. Kur ju e dini çfarë vleni dhe zgjedhjen e dashuri, edhe për sa përket parave për blerjet, bëhen më të pastra e ju jeni kaq të lumtur sa nuk e dini as vetë. Luani dhjedici i dytë duket se nga një blerje ose shitje që do bëjnë, është një nga momentet më të arta që ata kanë. Dhe është një mundësi mjaft e mirë, sepse dhjedici i dytë ka një mesazh shumë të fortë. Talenti juaj ka nevojë për vlerësim praktik. Mos e lini vetëm në nivel dëshirë ose krenari. Përdoreni, përmirësojeni dhe vazhdoni vlerën. Ajo që bëni mirë mund të bëhet burim sigurie nëse e trajtoni me seriozitet. Një dashuri e munguar për dhjedicin e dytë është gati që të nisë diçka të re mbi atë çka juve kërkoni, mbi atë çka juve bazoheni. Dhe është pikërisht momenti, është pikërisht periudha që juve keni dhe momenti që juve dëshironi. Luani dhjedici i tretë duket se afërdita në këtë shenjë jep mundësinë dhe kujdesin se si shpenzoni parat, blerjet e pasuksesshme. Do të thotë që blej diçka, por nuk e fus punë. Kjo do të thotë e pasuksesshme. Në karrierë këtë periudhë është e mirë për të parë dhe për të përmirësuar cilësinë e punës. Nuk e diskutoj në vendyshim sepse ka disa mundësi të arta, do thosha unë, se gjërat janë në favor dhe jo disfavor. I keni mundësi të arta tani sepse dhe pozicioni planetar ju jep atë ndjenjën dhe respektin që juve keni, dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë për dhjedicin e tretë, sepse një ndarje keni pasur juve të kësaj shenje, duket se ka ardhur momenti dhe koha
për të parë se çfarë do të bëni dhe çfarë dëshironi të realizoni në kohë reale, dhe është një momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe lajme shumë të mira që do të keni në anën tuaj, di që tret, do të thotë që mos prisni derisa dikush tjetër t'ju tregoj se sa vleni. Filloni ta tregoni vetë, me zgjedhje më të mira, në kufi, me qartësinë, me menaxhimin më të mençur dhe me respekte më të madh për talentet tuaja. Kur ju trajtoni veten si vlerë, edhe bota fillon t'ju trajtoj ndryshe, sepse ka të bëjnë shumë, ka të bëjnë me anën dhe pozitivitetin dhe kohën tuaj. Problematika dhe ndryshimi ka të bëjnë për luanët, dashuria munguar, ka të bëjnë me ujor, ka të bëjnë me dem dhe akrep. Ka qenë një kohë jo e mirë për luanët në fakt në fushën e dashurisë, sepse ata jo se nuk e kanë pas si pikë fillimi ose për jetën, vazhdimsinë e jetës, po disa gjëra ndodhin rastësisht, probleme nga më të ndryshmet, por vjen një moment i plotësimit të dëshirës. Dhe kjo është një dëshirë që e keni, do i keni gjërat ashtu siç doni, dhe është momenti juaj ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal garancisë dhe suksesit tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenja e ditës, e mundësive, e rëndësisë që do t'japi ndryshim 180 gradë në ekonomi, në dashuri, dhe do zgjoj ndjenjën e mbetur në tentativë e fjetur dhe nuk ishte zgjuar deri dje. Zgjohet sot, që është Virgjëresha. Për të lindur të kësaj shenje, duket se është një tranzit më personal dhe më rëndësishëm të kësaj periudhe. Afrodita futet në shenjën tuaj dhe aktivizon drejt për së drejti sektorin e parë astrologjik, identitetin, pamjen, mënyrën, mundësinë, punën, karrierën, padrejtësitë që janë bërë, dhe jo vetëm kaq, por marrëdhënien tuaj dhe puna dhe ndikimet më dha, por vetëm Virgjëresha thot kush jeni, çfarë doni, si dukeni, si ndjeni dhe çfarë lloj dashurie vlerësoni, pranoni në jetën tuaj. Dhe puna juaj, a jeni ju që dini çfarë doni, apo jeni në një kohë përcaktimi, për shembull një punë që këtë do bëj dhe s'bëj gjë tjetër, sepse juve jeni të gjithëanshëm. Virgjëresha shejtoke e drejtuar nga Mërkuri dhe lidhet me analizën, inteligjencën, praktikën, kujdesin, detajen, punën, shëndetin, shërbimet, rregullat, dëshira dhe përmirësimet të mëdha në çdo lloj fushe. Mirë po, Afrodita në shenjën tuaj ka të bëjë shumë, sepse pyetja është në ndikimin më të madh. Është më vetëm çfarë duhet të përmirësoj të tjerët ose në jetën time. Pyetja bëhet, apo më trajtojnë vetëm për dashuri? A shoh unë atë që kërkoj? A jam i sigurt për atë që unë dëshiroj? Dhe kjo do thot po, kjo do thot realizëm, kjo do thot mundësi, kjo do thot praktik. Dhe juve jeni të praktikës dhe kjo ju bën të ndjeni shumë mirë me veten tuaj, shumë mirë me gjërat që juve ju rrethojnë. Virgjëresha e dhjetëdijçit të parë ka një mesazh shumë të rëndësishëm. Do thot, tani fillon një periudhë ku duhet ta shihni vetëm me sy dhe më me kujdes. Lidhet puna, lidhet trashëgimnia, lidhet vendi kyç në lidhje me punën. Dhe kjo do të thot pastërti, inteligjencë, ndryshim dhe mundësi të art. Kujdes nga këto gjëra. Mos prisni të jeni të përsosur për të ndjerë mirë, sepse bukuria është një cilësi, por nuk mjafton. Në pastërti dhe mënyrën se si bën jetën më të mirë, është puna edhe drejta juaj, që do të thot ekonomia stabilizuar, do të thot diçka shumë të rëndësishme në jetën tuaj dhe në përditshmërinë tuaj. Virgjëresha e dhjetëdijçit dytë ka një ndikim mjaft të madh, sepse tregon në lidhje me punën, lidhje me disa probleme që kanë pasur, një njohje që mund të vi përmes një pune, një ambienti, mund të bën një bashkëpunim, do ta thosh për dhjetëdijçin e dytë, që kjo do thot në lidhje me këtë, vlera juaj nuk është vetëm për ato që bëni me të tjerët, është edhe ato që jeni. Lejoni që të tjerët ju shohin jo vetëm si të dobishëm, por edhe më të arritshëm. Sepse
keni vlefshmërinë dhe mundësinë. Dhjetiçi i tretë ka një ndikim mjaft të madh. Dhe kjo do thotë që ndikimet janë favorite. Por afërdita në shenjën tuaj jufton të mos shtyni dashurinë për vetëm për më vonë. Kur ju dobësoheni, ju kur të rregulloni gjithçka, kur jeni më të suksesshëm, jo kur mos keni ose gjërat që kanë ndodhur në anën tuaj. Në dashuri, në punë, në karrierë jeni mjaft pozitiv dhe shumë të rëndësishëm. Në karrierë kjo periudhë është më mirë për të përgatitur prezantimet e juaja në punën tuaj, për dishmërinë tuaj, në mënyrën se si vijnë gjërat dhe është një nga kohrat më të mira dhe më të arta. Për frigjereshat ndikimi më i madh i dhjetëçit të tretë mesazhi është mos prisni miratim të jashtëm për të filluar të ndjeni mirë me veten. Afërdita në shenjën tuaj ju kujton se edhe meritoni në punën tuaj dhe ekonominë. Jo sepse jeni perfekt, por sepse jeni njerëz me vlerë reale, të pastër dhe të thellë. Këto janë disa vlera që juve i keni, janë disa vlera që të tjerë nuk i kanë për një arsye, por gjithsesi juve i keni dhe jeni atje ku juve dëshironi dhe adhuroni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, tek një shenjë që për momentin mund të jetë pak a shumë e vështirë në zgjidhje të disa problematikave, por është mjaft e mirë për të zgjidhur një çështje pune, përpara keni pasur në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin dhe jo vetëm që do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket kësaj shenje, me qenë se diçka që ndodh, diçka që rregullohet, stabilizohet, mundsohet dhe momenti kur ju i keni gjërat është në momentin e duhur, në kohën e duhur për zgjidhje të problematikave, të punës, të karrierës, të ndryshimit, të mundësive, të kohës së ardhshme, vendimet dhe shumë gjëra të tjera që keni, është momenti i duhur për gjëra të mëdha. Në çështjet që kanë të bëjnë për sa përket peshoreve, është ky tranzit që ndodh afërdita në shenjën e Virgeshës, do thotë është një tranzit më i heshtur, por jo më pak i rëndësishëm. Përkundazi, për peshorët mund të jetë një periudhë më delikate të muajit, sepse planeti juaj hyn në një zonë ku gjërat nuk janë gjithmonë të qarta në sipërfaqe. Dashuria mund të bëhet private dhe pa e kuptueshme në disa çështje që juve e keni edhe si mundësi, por edhe si rëndësi në anën tuaj. Por ajo që ndodh, meqense guvernatori juaj që është në Virgjeresh, do thotë që mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak nga disa çështje që keni thënë më përpara dhe mund të prishni disa ekuilibra të tjera. Por meqense peshorja është shenjë ajri, shenja marrëdhënieve, diplomacisë, ekuilibrit, bukurisë dhe shumë gjëra të tjera që mund të diktojnë. Por gjithsesi është një periudhë që kërkon qartësi, kërkon mundësi në ato çka bëni. Dhjetëçi i parë i kësaj shenje, të shenjës së peshoreve, me futjen e afërditës në Virgjeresh, do thotë që ndikimi guvernatori juaj u jep mundësi dhe aktivizon fillimisht të gradën e parë të Virgjeshës, ju jeni të parët që hyni në këtë proces reflektimi, shërimi, pastrimi nga e kaluara, por ajo që do jetë më ideale ka të bëjë shumë për ribashkime. Ky dhjetëç është shumë i ndjeshëm në presion nga e kaluara, keni pasur shumë probleme me të dashurin tuaj që jeni dar për persona të tretë dhe kjo vjen periudha e bashkimit. Sepse ka të bëjë shumë në punë, ka të bëjë shumë në karrierë dhe jo vetëm. Në anën tjetër, ka të bëjë shumë në lidhje me një kuptim, se do thotë mesazhi për juve do thotë që harmonia nuk është të mos shqetësosh askën. Harmonia është të mos braktisësh veten. Kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni ku keni dhënë shumë në heshtje dhe ku duhet të vendosni shumë kujdes për shpirtin tuaj. Dhjetëçi i tretë është një nga ndikimet më të mëdha, sepse mesazhi për këtë është mos keni frikë nga heshtja. Ndonjëherë pikërisht në heshtje kuptohet e vërteta. Kjo periudhë ju përgatit për një hapje më të bukur më vonë për sa përket punës, për sa përket karrierës, për sa përket harmonisë dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë në këtë shenjë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në anën tuaj, që kjo do thotë shenja e Akripit. Nga njëra anë kanë ndikimin, kanë mundësinë, kanë vendimin dhe veprimin që ta marrin, sepse
Akrepët e sheh uji dhe kanë thellësinë e shpirtit të tyre dhe dobin e tyre në çështje praktike. Në këtë periudhë akrepi është më selektiv, është më i dashur, është më i rezervuar në një farë mënyre për çështjet e punës, për gjërat që i kanë bën. Akrepi duhet të ketë kujdes të mos bëhet shumë kontrollues në çështjet miq dhe çështjet të tjera në lidhje me punën ose në lidhje me vendin kyç që është mund të gabimisht të shpërdoroj një detyrë që ju është dhënë. Do keni kujdes ose më mirë kërkoni sqarim sepse është një ndikim i brendshëm që mund të prishën shumë ekuilibra miqtë e mi të kësaj shenje dhe mund të shpërtheni emocionalisht pastaj dhe nuk është në të mirën tuaj. Bëni kujdes, mos u nxitoni, sepse ky tranzit përmes këtyre gjërave sjell këto probleme. Meqense akrepët jo se kanë pasur çështje problematike më përpara, por meqense tani për tani është një mundësi mjaft e mirë ku do të shikoni gjërat të ndikojnë dhe të arrihet fal mundësisë dhe periudhës kur ndodhin fenomene në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me një lidhje të largët, dhe kjo është ajo që i prish disa ekuilibra, por meqense ndikimi më i madh dhe ditëçi të parë të shenjës së akrepit, do thotë në çështjet e dashurisë do keni bashkim dhe një histori që keni pasur, mesazhe, një kontakt të përbashkët, por një situatë jo e mirë për arsye të disa gjëra që kanë ndodhur, mirë është të qartësoheni. Në ndikimin që kanë bëjnë për akrepët e ditëçit parë, mesazhi është hapuni ndaj njerëzve të duhur, por mos u ulni standardin e besimit. Në një kontakt i vogël, tani mund të hapi një mundësi të madhe dhe një portë të rëndësishme nesër, dhe kjo do thotë cilësia e sinqeritetit. Akrepët e ditëçit të dytë, meqense kanë të bëjnë edhe me disa marrje vendime të rëndësishme, sepse ndikimi bëhet më i fortë, ndërsa Afrodita ecën më tej në ato çka bën ose ndryshon mënyrën se si lidhen gjërat ose periudha. Ky dhjetëdiç mund të ketë nevojë për të organizuar ndikime të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e takimeve të bisedimeve të tyre. Nëse jeni vetëm, mund të lindë një njohje përmes një lidhjeje papritur që mund të keni dhe kjo mund të shkojnë deri në altar. Disa gjëra mund të ndikohen, sepse është një periudhë shumë e mirë tani. Jo çdo lidhje ka të bëjnë me favorizimin dhe ndikimin dhe pozicionin. Gjithmonë, sepse dhjetëdiçi i dytë ka ndikime, ka favorizime, ka mundësi. Dhe kjo do thotë zgjidhni atë që dini të bëni mirë. Mos u nxitoni dhe mos u gënjeni mbas gjërave që kanë interes për të tretët. Dhjetëdiçi i tretë është mjaft konfuz për disa gjëra, se lidhet shumë me dashurinë e punën, por kthehen pas në provat e tyre dhe ende ka fuqi mbi një histori të vërtetë që kanë pasur dhe kanë akrepët e vërtetë. Ndikimet që kanë bëjnë akrepi i dhjetëdiçit të tretë, mesazhi për ata është e ardhmja nuk ndërtohet me këdo. Ndërtohet me njerëz që kanë cilësi, besnikëri dhe qëllime të pastërta. Kjo periudhë ju ndihmon të shihni se kush mund të ecë me ju dhe kush duhet të mbetet pas. Është shumë e rëndësishme gjë e tillë, është shumë e rëndësishme në këtë takim dhe bisedimi që mund të bëni, sepse mund t'i arrini majat. Çështjet e anës shpirtërore për të 30 ditët kanë një ndikim shumë të madh metafore, kanë me dash. Por kujdes se një ndarje që keni pasur me peshk mund të dalin sipërfaqe disa gjëra që nuk duhet. Keni kujdes në lidhje me bashkimin që ndikimi që ka bënë këto planete që ndodh në farë mënyre, është pak problem sepse në skandalet që do flitet tani janë edhe një pjesë e kësaj gjëje që është mjaft çuditbërse në anën tjetër, sepse ndryshe flitet, ndryshe është e vërteta. Kur të hapen tefteret, pastaj del e vërteta, por çdo që është bërë një zhurmë e madhe. Ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me një bashkim familjar që është me luantë dhe ditëçit parë, mundoni ta zgjidhni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet e keni mundësinë dhe kohën, vërtet keni anën pozitive tuajën. Këto do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense gjithmonë shigjetarët kanë shumë çështje të rëndësishme në dorën e tyre, ka një moment mjaft të artë sepse do të zgjidhin disa probleme të pazgjidhme dhe problematika të ndryshme që kanë pasur, disa kora të ndryshme që vërtet ata luajnë shumë role të rëndësishme ekonomike, financiare, biznesi, karriere, edhe disa gjëra ndryshe nga që mendojnë, ndryshe nga që gjykojnë. Se edhe kjo është një periudhë mjaft e mirë, por në anën tjetër,
pozicionimi që ka të bëjnë shigjetarëve janë mjaft në anën e tyre, sepse koha tregon, sepse shigjetari është shenjë zjarri, shenjë e lirisë, e vizionit, udhëtimit, besimit, zgjerimit, aventurës, por nuk doni të jeni të mbyllur, të është çik problem. Ky tranzit i 10 ditë të parë, që u jep mundësinë, u jep kohën, u jep dashurinë e vërtet, që do thot momenti i duhur, dhe mesazhi është mos e humni lirinë tuaj, por tregoni se dini të mbani përgjegjësi. Nëse kombinoni entuziazmin me përpikmëri, kjo periudhë mund t'ju jap një hap shumë të rëndësishëm në karrierë dhe në imazh. Mbajeni mend, sepse ka të bëjë shumë dhe ndikimet që kanë bënë. Ribashkimet me një person nga e kaluara mund të kthehet përmes një teme pune, statusi, sepse ka të bëjë me statutin ose vendimin e madh. Por pyetja është, a ka kjo histori drejtimi të ri, apo thjesht prek krenarin dhe kujtime të vjetra? Në realizime dhe në komunikime të gjërave që kanë të bëjnë, që ndjen më përpara, për shembull pas disa probleme të mbartura, do thosha unë, por juve keni prezantime një komunikim me epror ose me çështje publike që duhet trajtuar me profesionalizëm. Në financa mund të ketë shpenzime për imazh, punë, zgjedhje, cilësi. Dhe kjo do thotë larg stresit dhe çështjeve që kanë bëjnë me presione. Dhjetëdiçi i dytë duket se për shqiptarët e dhjetëdiçit hyrja e Afroditës në Virgjëresh duket se karriere, reputacioni, marrëdhënie personale kërkojnë shumë vëmendje. Ndikimi bëhet më i fortë ndërsa Afrodita ecë më tej në Virgjëresh, por që në fillim mund të ndihet që është kohë e organizimit dhe të planeve afatgjatë që mund keni. Në karrierë ky është momenti për të përmirësuar marrëdhëniet me eprorët, klientët ose njerëz me ndikim. Mund të merrni mbështetje nëse tregoni cilësi, korrektësi në financa, mund të ketë lodhje dhe ambicie dhe ritme të tepruara. Por nga ana tjetër, mesazhi për sa përket shqiptarët i dhjetëdiçit të dytë do thotë, suksesi nuk është vetëm çështje besimi, është çështje metode. Nëse doni të arrini më lart, duhet të tregoni se mund të punoni me detaje, me durim dhe me standarde. Kjo është ajo që unë them dhe juve e keni. Shqiptarët e dhjetëdiçit të tretë do të thotë që Afrodita në Virgjëresh duket se fillimisht ndihen si një ndryshim gradual në atmosferë profesionale, por me kalimin e ditëve bëhet një ndikim i rëndësishëm për karrierën, imazhin, qëllimet, vendimet afatgjatë. Ju mund të mos ndjeni menjëherë presion të fortë, por mund të kuptoni se disa tema profesionale kërkojnë përgatitje më të kujdesshme. Ky dhjetëdiç ka nevojë të shohë me maturi dhe drejtim. A është rruga ku po ecni ende ajo që ju frymëzon? A ka projekti juaj bazë reale apo ndërtoni reputacionin më të mirë? Apo lini imazhin tuaj në dorë të rastësisë? Afrodita në Virgjëresh ju fton të përmirësoni mënyrën se si dukeni personalisht, si flisni, si prezantoni dhe si bashkëpunoni. Ndikimet që kanë bërë në fushën e karrierës, kjo periudhë është e mirë për të përgatitur hapjen e radhës, për të rregulluar gjërat e juaja. Dhe për ata që kanë punë në lidhje me financat, kujdes me shpenzimet për situatat ose çështjet që keni. Investoni vetëm në ato që ka vlerë reale. Sepse shqiptari i dhjetëdiçit të tretë, mesazhi është: përgatituni mirë para se të dilni në skenë. Liria juaj bëhet më e fuqishme kur ka drejtim dhe ambicia juaj bëhet më suksesshme kur mbështet në cilësi, jo vetëm në entuziazëm. Disa ndikime, disa mesazhe që unë jap përmes dhjetëdiçve të kuptoni se ku ndodhin fenomenet dhe ku janë ato që do të ndryshojnë jetën tuaj. Dëshmojmë të një shenjë tjetër tani, dëshmojmë të një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese që janë bricapët. Bricapët duket se Afrodita në planeti i dashurisë, i marrëdhënieve dhe i harmonisë kërkon besim në planet dhe shihen vetëm për sot. Ky tranzit është shumë i rëndësishëm sepse bricapët shpesh jetojnë me përgjegjësi më të fortë dhe me vëmendje me rezultate konkrete. Afrodita në sektorin e nëntë ju kujton se jeta nuk është e kollajt për gjërat mëdha. Virgjëresha është praktik, është ndikim, është rrezatim. Në marrëdhënie është shumë e fortë, te një tranzit që juve ju ndihmon. Dhjetëdiçi i parë i kësaj shenje ka të bëjë shumë me çështjet ekonomike financiare. Se për bricapët dhjetëdiçi i parë hyrja e Afroditës në këtë
shtëpinë e ndikimit të madh të Bricapit. Do të thotë sidomos në lidhje me çështjet që kanë bënë me do të pasur vëmendje këtu temat që lidhen me udhëtime, studime, kontakte me jashtë dokumenta, çështje ligjore për të ardhmen. Në dashuri ky 10 diç, ndikimi i parë, 10 diçit parë duhet pasur pak vëmendje në çdo lloj fushë. Ne duhet drejtim dhe jo me hamendje, jo hamendsi. Në karrierë. Ky është momenti i mirë për të hapur kontakte dhe për të aplikuar për gjëra të mëdha, sepse juve ju ndihmon dhe ju jep mundësinë. Për mesapet 10 diçit parë, mesazhi është dera hapet më lehtë kur keni plan. Mos keni frikë të shihni më larg. Ky tranzit mbështet të zgjeroni jetën, por mënyrën tuaj me seriositet, cilësi dhe hapa të menduara mirë. 10 ditë që dytë është shumë indikuar, se ka të bëjë me disa gjëra çështje ligjore, një dashuri që ka shpërthyer një skandal në këtë drejtim, por do të gjetet një zgjidhje, mos u shqetësoni për këtë, se nuk përbën rrezik, sepse kjo do mbyllet shumë shpejt, sepse kemi të bëjmë shumë, sepse ndikimi i këtij tranziti na prish pak sa ekuilibra, por dhe ne rregullon nga njëra anë. 10 ditë që i tretë ndikohet shumë për sa i përket punës dhe ajo çka do të keni. Është një moment mjaft i mirë sepse siguria dhe vazhdimësia është ana më perfekte e çdo njeri. Dashuria për sa i përket shojën së Bricapëve, të 30 ditë duket se kanë bënë me virgjëresh, me gafore dhe me dashje të diçit të tretë. Vijojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft pozicionuese, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët është momenti, është periudha, është ndikimi më i madh financiar, sepse jeni në një anë shumë të mirë dhe tepër pozitive ekonomike, financiare, biznesi dhe karriere, ndryshimi dhe komunikimi. Por megjithatë, edhe pse keni pasur disa probleme të mbartura, disa çështje ekonomike financiare, për gjëra të tjera do të keni ndikime të mëdha në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Por megjithatë, ka diçka mjaft të madhe në punë dhe anën ekonomike financiare është mjaft e mbar. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për gjërat që vijnë, për gjërat që juve keni, për gjërat që ju ndihmon fati nëse doni të bëni diçka. Por megjithatë, është një periudhë mjaft e mirë lidhje me takime, në lidhje me bisedime shumë të rëndësishme. Ujorët gjithashtu të 10 diçit të 30 diçit kanë diçka shumë të madhe në ekonomi, kanë diçka të madhe që për të bërë në ndryshim, në vendime, në takime shumë të mëdha që do të kenë tani tutje. Afër ditët në virgjëresht ju ndihmon jashtëmase, 10 diçin e tretë sidomos, sepse 2 diçit e parë ka një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive. 10 diçit e tretë ka qenë shumë problematik jo për fajin e tyre, por kanë pasur çështje të tjera, por megjithatë mesazhi im për juve të sheshtë ujorët është mos keni frikë nga thellësia, por mos humbisni qartësinë brenda saj. Aty ku ka besim të vërtet, mund të afroheni. Aty ku ka mjegull, kontroll ose varësi, duhet të vendosni kufi. Ky tranzit ju ndihmon të dalloni ndryshimin mes mjegullës dhe pastërtisë. Pra është diçka shumë e madhe e tepër pozitive në këtë aspekt. E përgjithshmja për shembull në ju ujorëve ka të bëjë shumë edhe me luan dhe me akrep në dashuri. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji që do thotë shenja e peshqve. Peshqit duket se kanë disa mundësi, disa çështje shumë të rëndësishme, dhe kanë afate, kanë përcaktime, kanë ndryshime. Peshqit edhe diçit parë duket se kanë bëjnë edhe me ndikimin e madh, sepse qartësia, mundësia, koha, vazhdimësia është në dorën tuaj dhe keni një mundësi shumë të mirë për qëllimet e juaja. Dhe diçit parë ka një ndikim mjaft mirë dhe motoja e ndikimit të madh është mos ndrysho planet në momentin e fundit, sepse do bini vetë brenda. Shikojini para se të nisni diçka. Dashuria ka probleme shumë të mëdha sepse lidhet me partneritete bashkëpunëtor, në anën e punës po të keni kohën e dur, nuk është ajo që kërkoni, por duhet të flisni me personin në fjalë të jetës suaj, të dashurisë, të familjes, që kur keni një punë është punë dhe kur keni një kohë është koha juaj për të ndarë gjërat me njëri tjetrin. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi mjaft ndikuese dhe jo vetëm kaq. Megjithatë, ta keni parasysh, mesazhi është: tjetri bëhet pasqyrë,
shihni qartë çfarë ju tregon pa frikë dhe pa iluzion. Unë ju them për që doni barazonës tuaj. 10 ditë që dytë kanë ndikime shumë të mira për arsye të punës, për arsye të karrierës, sepse realisht krijojnë partneritete, krijojnë ura komunikimi, krijojnë gjëra që të tjerat nuk e bëjnë dot. Është një mundësi shumë e mirë sepse në lidhje me punën, por keni disa probleme, ju vetë 10 ditë që dytë, sepse ka të bëjnë shumë me gjëra që lidhen me dashurinë. Këtu unë ua them që dashuria nuk humbet kur bëhet e qartë. Nëse është e vërtet, qartësia forcon. Nëse është iluzion, qartësia e zbulon. Dhe kjo është dhurat, jo humbje. Prandaj ta kuptoni, sepse është më keq të kuptoni në fund kur keni një familje të kompletuar dhe nuk është ajo që ju e ndërronit, edhe atëherë është problemi fatal. Prandaj është një kohë shumë e mirë tani për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Peshqit të ditësh të tretë ka një ndikim shumë të madh sepse lidhet me karrierën, lidhet shumë me persona, me konsultime, ndryshime madhore. Edhe duhet pasur kujdes të dini se çfarë do të bëni. Kurse në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë tani për tani për të arritur qëllimin tuaj, për të marrë për të kërkuar të vërtetën me çdo kusht. Dhe kjo është një mundësi mjaft krijuese, mjaft ndikuese në anën tuaj dhe momentet e arta që do të kenë tani tutje, është momenti dhe periudha e duhur mbi atë çka kërkohet. Në çështjet shpirtërore për të 30 ditët kanë bëj shumë me peshk dhe me binjak të ditës që është diçka shumë pozitive, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një takim me luan të ditës parë. Kurse mesazhi është nuk duhet të hiqni dorë nga zemra juaj e madhe. Duhet vetëm ta mbroni më mirë. Dashuria e vërtet nuk ju kërkon të humbni veten. Ju kërkon të jeni të pranishëm, të ndjeshëm, por edhe të qartë. Kto ishte pak a shumë për sa përket pikërisht këtij tranziti, kësaj zhvendosje nga luani tek Virgjëresha. Pra është një diçka që na jep mundësinë, na jep kohën, na jep vazhdimsinë. Prandaj duhet jemi të pastër, të çiltër në gjërat tona, në atë që neve e kërkojmë dhe kërkojmë me sistem. Prandaj duhet pasur shumë kujdes dhe jo të nxitoni në vendimet që merrni. Para se të ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, është faqja roz shkon atje. Atje nëse dëshironi një parashikim të detajuar, kemi pikërisht sekretarin, atje e klikoni, dërgoni një mesazh, një email dhe pastaj flasim bashkë se si funksionon shërbimi. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së me juve, është pikërisht ky butoni këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen në kohën që ne jemi live. Një rrugë. Bismillah.